është figurë që t'je përshtypjen tipike e një prokurori të vendosur. E vlerësoni? E vlerësoj. Inshallah ka këtë mendje deri në fund. Këtu e mbyll. Vapik. Më vjen mirë. Foto tjetër. Olsi Dato. Kam njohur familjarisht. E një? Nga Durrësi. Është nga Durrësi me origjinë. Djali i Milto Datës. Çfarë ka qenë babai? Babai ka qenë i persekutuar dhe i vendosur në qytetin e Shjakut. Po? Pastaj mas 90-s ka ardhur në Durrës. Për çfarë është dënuar si persekutuar? Jo, nuk është dënuar. Familje me pikë pyetje në biografi edhe. Ndoshta është kjo arsyeja. Po? Burri, atë gruan e Xhaxhait e kam patur shoqe, ka qenë deputetja Mira Kauri, e PD-s. Në çfarë legjislature? Mira ka qenë 92, 96? 97, 96. 96, se. Do të thonë, çfarë kishte ky deputetin e PD-s? Gruan e Xhaxhait. Gruan e Xhaxhait. Po mirë, kjo s'ka të bëjë me të qenit prokuror. Jo. S'ta bëjmë tani se jo. Aq më tepër që se në PS tani jo po ky është i PD-s. Jo. Po them arsyeën pse njoh se ky është i vogël. E qartë. Po këto personalisht e njihni? Jo. Do si duken ato që jo është Vegle Berishës, jo Kush i thot? E besoni këtë? Partia Socialiste. Qa fiton? Asgjë. Asgjë. Jo, ju e thatë qartë që duhet bërë betejë juridike, jo betejë. E ka marrë mandatin kundërshtim me ligjin ky, nga noter u bë prokuror. Ka përcim i madh. Mirë, po ajo bëhet me ankesë, nuk bëhet me... Po, ka shumë probleme, sepse ky ka gati 15 vjet që ushtron profesionin e prokurorit. E penalizon fakti që ky është emëruar në kundërshtim me ligjin, këtë e vlerëson dikush tjetër. Gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese, për mua. Ke informacionin që PS-ja po bën kërkesa apo jo? Jo, s'kam informacion. Okej, foto tjetër? Po gjyqtari? Nuk e njoh. Bami? Nuk e njoh. Si e ke parë qëndrimin e këtij? Mashallah që nga kë. Kështu është, i ka gjë i shëndosh. Jo, duket aty, nuk është kaq është, nuk është. Nuk e njoh. Le që tërë të shëndosh janë këta dhe e mbarava i shëndoshës. Po mirë, ajo është edhe nga jeta që bëjnë tani, se jetë mbyllur bëjnë, bëjnë jetë të hapur tani, duhet ta pranojmë këtë gjë. Jetë sedentare, jetë në punë. Nuk vjen pa ngrënë në shëndeti o të jetë. Ti e di shumë mirë. Nuk vjen pa ngrënë në shëndeti. Po sigurisht. Si keni parë procedurat që kanë ndjekur gjykata, sepse ju e thatë me të drejtë që ore në fund gjykata vendos. Si ka qenë roli? Si vlerësimet deri tani të gjykatës, po? Janë vetëm për masën e sigurimit. Mendimi im personal, po që kam gjykuar që ky mendim qarkullon në shumicën e opinioneve është që ai duhet quar në procedurën me mas sigurie më të lehtë. Ndoshta arrest shtëpie apo detyrim për paraqitje. Çfarë rrezikshmëri e kishte në fundit? Arrest shtëpie nuk e ushtronte detyrë, ndërsa detyrim paraqitje ushtronte detyrë. S'ka rëndësi me detyrën fare. Nuk e lidh me detyrë. Ore nuk e di unë, ai qofse është fajtor, s'do të jetë as kryetar bashkie. Kështu që, por hetimi duhet ishte në gjendje të lirë. Foto tjetër? Ka bërë ankesë për ta shqyrton. Jo, një i lutem, jo dy, se është 2 herë kjo i lutem regjia. Sa një nga ministrat e PD-s, e PS-s, më fal, e qeverisë zotit Rama? Shiko, të tërë i njoh,
Edhe të tërë më njohin. I nje me emra, Jo, dhe me emra dhe me fytyrë. Ministri i Mbrojtjes si ka emrin? Ministri i Mbrojtjes Pirro Vëngu, Ministri i Brendshëm? Ervin Hoxha. Wow. Ministri i Financave? Nuk e njoh. Të kapa një. Ministri i Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën? Këtu? E biznesit? Ja, se njoh. Se një. Ministri i Shtetit për edhe kryen negociator? Si? Ministri i Shtetit dhe kryen negociator? Këtë se një as ti. Po të kapat, e njohën atë, po... Po e Ministri i Shtetit... Nga vjene. Ka qenë në kryetar e bashkie, ka qenë drejtoresh e bashki e Tiranës, ku zoti Rama ishte. Ndoshta, nuk e njoh. Dhuli. Ministri i Shtetit për administratën publike? E njoh. E nje? Ja, këtu, kjo. Ore, po ti ku vete ke këto 20 vjeçare? Po më thej njoh të gjitha. Po ti vete ke ato 20 vjeçare, të unë njoh. Vete unë, ato i ka Rama, si kam unë. Mirë. Pra, do të ti nuk njohë shumicën e ministrave. Se them fillimin jo. Të them të vërtetën 20 vjeçaret, jo. Nga cila moshë e lartë? Nga moshë e asaj turizmit. Mos të them për ministër për Evropën dhe punë të jashtme? E njoh. E Iglin, e njoh. Tani, kjo është qeveria... Po qa rëndësi e ka... Jo, ka rëndësi kjo, tani, kur Spartak Brasu një emër, gjysmës qeverisë. Jo, po kjo të regonë deficiencën time, jo. Po pse s'themi ne që zoti Rama ka zgjedhur profile të ulta politike? Po e thash, more. Atëherë se deficienca jote, po. Po deficienca ime, se deri sa unë s'njo ministrat e... Jo, këtë pyetje kam bërë gjithën këtu, që mu artë date, edhe ajo këshu, edhe të tjerë, pasaj po më pyeste mua jo, edhe të tjerë, nuk i njoj. Shiko, mos njoja vjen për një shkak tjetër, që nuk të ngjall interes, punë e Po jo, as edhe ne gazetarë se ti e the, po unë parësisht edhe ne nuk i njojmë tani. Lëre tani, pa profile politike, bën ministrë tani, të lutem tani. Të tërë njo, të tërë. Po këto 20 vjeçare dhe këto antikorrupsion, Ministri i Shtetit për administratën publike dhe korrupsionin. Si e ka emrin kjo? Jo, këta e kam harruar dhe unë. E kam harruar. Zura. Po mësuar, po jo, të thashëm. Foto tjetër? Anastasia Nullatos, kisha një pyetje, ai u nda nga jeta disa ditë më parë, edhe pse ka qenë një betejë e madhe që të mos jepi në shtetësia, atë ja dha zoti Meta, mbas gati 3 dekadash. Dhe zoti Topi bëri dhe një dekorim të nivelit lartë. Cili është, po themi, një përcaktim i vlerësimit juaj? Përcaktimi im pavarësisht origjinës së tij jo shqiptare, greke. E kam vlerësuar për erudicionin e tij në fushën e teologjisë. Boris Mançur, Boris Zoti. Debatet që kanë gjallur politika shqiptare për të mos i dhënë në shtetësinë, si ka qenë për ju? Ma bete kot. Pa vlerë. Po pa vlerë të tash e ke krye peshkop këtu dhe jepi në shtetësinë. Qa ka? Nuk i them jepi vënd për varrët e ushtarëve grek. Nuk po them këtë. Po pse s'ja dha ty socialistët më herët? Se zoti Meta sa vjet, 2 vjet, 3 vjet, sa ka që e ka dhënë? Se di që... Zoti Mejdani pse s'ja dha? Nuk e di që është shtruar kjo çështje. Po, kjo çështje ka qenë kombëtare, unë prandaj vura foto. Për shtetësinë? Po. Ja më jo foto. Zoti Berisha e vuri në projektin e kushtetutës, zoti Bra. Kam qenë antar i Komisionit të Hartimit të Kushtetutës. Të 98-ës? 98-ës, nuk është vënë. Po pra uoq. Zoti Bra. Qa do dhe Berisha? Në 94-ën? Po doja s'mori fare pjesën komision. Jo, në 94-ën ai e vuri një nga ato më të rëndësishme të ati që kryepeshkopi duhet të ketë, jo kryepeshkopi, lider, drejtuesit e komiteteve fetare duhet të ketë në shtetësi shqiptare dhe si dha në shtetësi. Nuk kam njohje për di që kam vajtur në votime unë edhe tërë populli shqiptar dhe rrëzuan kushtetutën projektin e Saliut.